Sapo ke marrë patentën dhe zgjedhja makinës së parë mund të kthehet në një makt të vërtetë. Makina të fuqishme, jo të sigurta, makina që harxojnë shumë karburant, stop. Sot do t'ju tregoj 10 makinat më të mira për shoferët e rinj, që janë të sigurta, ekonomike dhe të lehta për t'u ngarë. Qëndro deri në fund të kësaj video me qëllim që të mos bësh një zgjedhje të gabuar. Çfarë kërkohet sot për një makinë nga shoferët e rinj? 5 faktorët kryesor janë siguria, airbag, ABS dhe ESP, lehtësia në përdorim, kambjo manuale, kambjo automatike dhe makina shumë praktike për t'u parkuar, kosto të ulta të mirëmbajtjes, pjesë të lira dhe të disponueshme, ekonomi karburanti, më pak shpenzime ditore dhe një siguracion që do t'ju kushtoj më pak në fund të vitit. E nisim me një Toyota Yaris nga viti 2005 deri në vitin 2014. Janë super ekonomike, janë të sigurta, rezistente. Disa nga modele kanë shfaqur probleme me marshet automatike, por këtë makinë ju në tregun shqiptar mund ta gjeni nga 3.500 deri në 6.000 euro. Një Volkswagen Polo viti 2008-2016 ka pjesë të lira, dizajn modern dhe motor ekonomik, por kujdes, modeli 1.2 TSI ka disa probleme me zinxhirin e fazës, por janë probleme që nëse makina mirëmbahet, mund edhe të kapërcejnë lehtësisht, nga 4.000 deri në 7.500 euro. Një Ford Fiesta viti 2008-2017 mund t'jetë makina ideale për ju pasi është super e lehtë për t'u ngarë dhe parkuar, por modelet PowerShift kanë disa probleme. Çmimi 4.500 deri në 7.000 euro. Një Opel Corsa 2007-2019, kompakte, e qëndrueshme dhe konsumi ulët i karburantit. Jo shumë komode për rrugë të gjata. Çmimi 3.000 deri në 7.500 euro. Një Hyundai i20 2009-2019, super e besueshme, garanci e gjatë dhe kosto e ulët e mirëmbajtjes. Dizajni i brendshëm nuk është shumë modern. Çmimi 4.000 deri në 8.000 euro. Një Mazda 2, viti 2007-2017, motori qëndrueshëm, e lehtë për t'u parkuar, por disa modele nuk kanë izolim të mirë nga brenda kabinës. Çmimi 3.500 deri në 6.500 euro. Një Skoda Fabia 2008-2019, pjesë të lira, shumë hapësirë për një makinë të vogël, por modeli 1.2 TSI ka shfaqur disa probleme në motor. Çmimi 3.500 deri në 7.500 euro. Një Honda Jazz viti 2008 deri në vitin 2017, hapësirë e madhe dhe ekonomike në ekstrem. Dizajni i brendshëm nuk është shumë luksoz. Çmimi 4.000 deri në 8.000 euro. Një Renault Clio viti 2012 deri në vitin 2020 është makina super e rehatshme, teknologji moderne, marshet mund të jenë më të forta se sa automatiket. Çmimi 5 deri në 9.000 euro.
Në krye të listës së 10 makinave më të mira për shoferët e rinj, qëndron një Nissan Micra i vitit 2005 deri në vitin 2016. Është zgjidhja ideale për shoferët e rinj që sapo kanë marrë patentën. Ka konsum të ulët, motorët e vegjël sidomos, versioni 1.2 dhe 1.5 DCI, kompakte dhe e lehtë për të parkuar. Kosto të ulta të mirëmbajtjes dhe pjesët e lira janë shumë thjesht të riparueshme. Siguri e mirë. Modelet e vitit 2010 e sipër kanë airbag dhe ESP pafund. Këto janë dhe 10 modelet më të mira të makinave për shoferët e rinj. Mos u ngutni të blini një makinë të fuqishme si markë e rëndësishme. Filloni me diçka praktike dhe më të sigurt. Cilën makinë do të zgjedhësh ti? Shkruaje në koment.